Ku fillon parkimi? Kemi lidh kontratën, ishte po zbardhim leje dhe çështje funditësh. Sa vende ka aty? 250 poste parkimi. Aty tre sheshi. Jo, këtu te universiteti, po. Ndërkohë që po mbyllin procedurën dhe për parkimin tjetër në Lungomare. Praktikisht janë dy parkime të fuqishme për pjesën e Vlorës dhe për pjesën e akomodimit të flukseve turistike. Në Lungomare dhe një katë kontroll. Një katë, edhe kjo një katësh, sepse janë shumë afër detit dhe gjithmonë kjo frika se si faqe ishte e madhe, por zgjidhja që gjetën projektuesët, ju e dini që munduan të ruani një pjesë të pemëve, pjesën e pemëve kryesore dhe kanë gjetë një zgjidhje që dhe ruajnë pemët edhe shkojnë për pemët që do mbillen, mos jetë thjesht pemë pastaj mbi parkim, po të jenë pemë që shkojnë deri në tokë, që ka redukuar pak sipërfaqe, por nga ana tjetër se zgjidhja nuk është thjesht parkim, është parkimi dhe një park i ri dhe një shesh i ri përpara universitetit. Kanë të dyja të kombinuara. Kanë parë projektin është bukur shumë. Po kjo Lungomare do ndihmojë shumë. Megjithatë duhet të identifikojmë vende të tjera për parkime, duhet bërë një gjë komplet për parkime.